Ja, vlo bile asë njëherë në aeroplan si mi. Ty ben për të hulqinit zina kom valloj ma lartë. Ta zëna drejt lo. Ty ben s'më lanon. Aja po thot njerë jo më sypni në aeroplan, se po tut, nona ka të shkujna me nonën. Dujna nonën, nona gjithë shka. Mënesh me pas grum, mënesh me pas vlla, mënesh me pas bab, mënesh me pas gjyshe. Po dashnia për nonën është e veçantë se kërkush nuk bëhet nonë. Dëve na ka bo, dëve na ka rrit çashtu qysh ka mujt edhe për çata e çmoj me vlerësojmë për personin që është. Për neve na ka vdek baba. Nona për neve u bë më shumë se nonë. Tash u bë edhe prindi dytë, u bë edhe babë. Ko qeni djem? Të Prishtinës jena. Ku e tani? Prishtinë. Prishtinë. Po, Prishtinë. Ka jashtë, tani vllaja. Ja valloj jashtë ju vëllai, çto në Kosovë. Po veç jena dol për do punë se. Për do punë ka Po. Se vlla që ky stil. Trit mi paset me stilin edhe në Kosovë vllazare me gjithë. Kullera. Jo kollera, se tash kollera ka dalë sa. Po më duken se jeton në Amerikë. Jo. Që me mollën e katilit. Ja, vlo bile asë njëherë në aeroplan si mi. Ja, valla se vllazën jim. A vllazën, po. Po, ty ben për të hulqinit zina kom valloj ma lartë. Ta zëna drejt lo. Se vlla. Ty ben s'më lanon. Apo është nona mirë, kur të bëj djem vet. Aja po thot njerë jo më sypni në aeroplan, se po tut, nona ka të shkujna me nonën. Ka të shkujna me nonën, a vetëm. Gjithë ka. Pse vlla kështu? Se e dojna vlla. E dojna nonën, nona gjithë shka. Normal. Cili pyve dën pak më shumë nonën. Dashnia për nonën është e veçantë, të dy të dojna njëjtë. Se ti dashnia për nonën është e veçantë, vëlla se mënesh me pas grum, mënesh me pas vlla, mënesh me pas bab, mënesh me pas gjyshe. Po dashnia për nonën është e veçantë se kërkush nuk bëhet nonë përpos çaj person që të ka lind edhe për çata s'mund me thonë që jo ky e don më shumë se unë. Të dy të dojnë njëjtë se të dëve na ka bo, dëve na ka rrit çashtu qysh ka mujt edhe për çata e çmoj me vlerësojmë për personin që është. Hallalli ku. Cila është fjala më e shpesh që u thot nona juve? Oh. Mos u vanani. Mos u vanani gjithat. Mos u vanani, ka qef me na motivu, më shumë na thot atë që bënë të zot, bënë të jenë të mirë, bënë të jenë që ja u sheh hajrin dikush. Kështu janë atë. Kështu a vedem se ma mirë si të po i shkruan nonën që ajo është më e rëndësishme. A keni bënë me çajt nonën kallëzimni? Po. Në cilat arsyes, në cilat momente? Pa e budallakina që i bujna, a na se djema, na i bujna ka erdhë budallakina që nona s'vën me ditë, po jo, a na se budallakina çfarë po mendon ti, po na herë a më në vanu, a se çdo herë mundesh më ia thonë ai fjalë që era nën shumë, kështu që po tani a ma vonë shkon ja vleni mill nonës edhe afet qetësoj. Me një mirë ku do më mashtron nonën. Jo për mirë, po tani knoqet se A ja keni problem në nusën në njërin çfarë? Këshirën. Nuse, jo femna, nuse. Proces është. Në proces është. Dojna me gëzu kësë me të Allah nonën. Po normal adin që pyte, adin që e ke bu në herë nonën me kojtë po, amo e kuptojnë adin se brenga nonës është diçka që nuk e kuptojnë ana se na nuk jem vetë prind. Kur t'jem prind nesër mas nesër inshallah, kemi me kuptu vetë. Do më thonë se na bollat e menojnë që s'po na kupton prindja se diçka, po në fakt është një instinkt i nonës që bën që me u brengos për fëmijën e vet. Kur gjë mos thjesht u bë, veç me kon jashtë qytet në qytet, ajo bëhet mbrenga atë kur kthehen shtëpia, kthehen ç'nësh e mirë, ç'ajo është domethënë brenga. Si ka like 20 minuta, 30 minuta që është diçka na thirrë çao bëni, të ko bëni, ku jeni, ai keni kry punë, po bënon ka dalë se ti kryen këtë ka dalë, ma vonë ta vina bukën, ta vina krejt këtu edhe ç'kjo është. Sa i rreni gati nonës që do të thosh. Tepër shumë vllai se për shembull tash pak po çelëm se metën çitë, puna që neve na ka vdek baba. Faleminderit. Sa takon në xhenet me ta. Inshallah, amin inshallah. Edhe thjesht nona për neve u bë më shumë se non, tash u bë edhe prindi dytë. U bë edhe babë dhe tash dashnin double që e kena ja shfrytëzojnë edhe ja dhojnë nonës tonë. Jam Allah dhe qufta. Lëm nona shpa djeme paska. Ju rujt zoti. Shumë vëlla. Kalëm mirë. Respekte vëlla, për të mirë. Kalën e mirë vëlla, respekte, çao për të mirë. Çao faleminderit. Ne jemi shoqet pandashme, pe fëmërisë. Edhe emrat i kemi të njëjtë, kur si më nda. E ka zonë verin e motrës, a mënet më të bosh shoqja motra. Monët. Fëmijët e mi e din se në dy sofkat jemi pandashme. Sofkat Ta e marrin pandashme. shoqet shpirtit, zemrës e gjithçka. Përshëndetje, ai një lodhë si jene? Jo, që mirë, faleminderit. Jo si jeni? Mirë, faleminderit të dhona. Apo na tregoni çka jeni mes vete ju? A jeni motra, kunata, shoqe, çka? Ne jemi shoqet pandashme, pe fëmërisë. Shoqet pandashme. Edhe emrat i kemi të njëjtë, në shkollë kemi qenë bashkë. Emrat si keni emrat? Emrat Sofie. Sofia, dyja ta. E dyja Sofie. Jeni bashkë se sa vite shoqe?
Pa sa vite, po 40 vite. shkollës? Prej shkollës mesme, po. Prej shkollës mesme. A ka qenë e vështirë, sa është e vështirë mu mbajt kjo shoqëni? Shumë me knaqësi. Shumë me dashuri të madhe që i kur si mi nda. Kur, gjithmonë lidhjet i kemi mbajt përmes telefonit, mande jemi taku, tash jemi në penzion të dyjat, prap takomi, kjo ka jetu në Zvicër, edhe prap që takomi, me shumë knaqësi. Po, është të në penzion. Shumë rikto. A ndodh në herë me orë për Zvicrës se mos me thirë, me pikafën, e me dojë? Ndoshta ndodh kur jam për një javë këtu, ama kur rima harron gjatë shoqen as. nuk e harroj. Pa fol në telefon se lo. Bilen telefon me Po, ti. po. A e ka zonë varin e motrës, a mënet me të bo shoqja motra? Monet. Kur është shoqe, tamam shoqe. E ndoni monet. së më bashkë qoftë mira po të keqa? Gjitha i ndajmë bashkë. Cili është momenti ma interesant dhe ma i bukur që keni kalu bashkë? E mboni me. Ka shumë momente ka të bukra, po më kujtot fakulteti. Kur hipsh, ku e fakultetit, hipshëm në autobus, për sërit shumë landëm, si morë që kishëm provimin, deri atje. Edhe qka është ma interesant, unë e kisha prigadit shumë një landë. Tuja spjegu kësaj, tuja për sërit në autobus, kur hinëm provim, kjo e kryti provimin, unë e jo. Ti qini mu, se Po ka nuk e harroj. Edhe për atë kam thënë gjithmonë se kështu është jeta. Jeta është kështu, fati është kështu, po jam shumë e lumtur. Gjithë familja dhe fëmijët e mi e dinë se në dy sofkat jemi të pandashme. Ta manë shoqet shpirtit, zemrës e gjithë shka. E cili është ai momenti i vështirë që keni kalu bashkë, që të ka ndihmu sofka ty ose te sofkas? Po ka pas jeta gjithë shka ka. Jam këshillu prej saj, e kom marrë ato të mirat, edhe kemi vazhdu. Ata është po këthejmi pak në kohë, atë ka gënyu njëherë, sofka ose te a ke gënyu? Jo, Asnjëherë. ato jam shumë e Jo, bindur. Me vedije jo, kur jetë. Pa vedija. Ja. Se jemi të hapuna, jemi shoqe të hapuna. Por çdo gjë, Është vështirë me gjetë kështu si jo. ja vështirë është. Gjithë na kanë lakmi. Që se kemi nda prap shoqërinë. Faleminderit. A ju gjelozojnë? A ju kanë gjelozuar? Ndoshta dikush, po me dije jo. Okej, edhe një mesazh për fund, çdo më e përcjell. Për shoqet. Për shoqeta, mbani shoqërinë, gjeje shoqen e mirë, Pa interes. Pa interes, pa kur gjë dhe kështu, sikur ne dyja që jemi shembull. Faleminderit. Varet se a lakmojmë shumë për gërbetina, dojmë me nejtë në vend tonin. Normal unë njof shumë shokë dhe shumë djemë të ri që kanë vytë edhe këtu, nështë ta ma shumë se në gërbet. Ke qenë ti vetë? Jo, me jetu, jo, edhe nuk me nejtë që shkoj kur. Ka njeri që prishet me pak pare, ka njeri që me shumë nuk ndryshon heq. Varet këtë për personazhit. Ku nuk ma mërë menja, ku muna në cilën